Cilat thot janë kushtet e therrjes së një kafshë që të quhet apo të konsiderohet halal. Ka kushte që lidhen me kafshën, ka kushte që lidhen me personin i cili e therr. Me kafshën tjetë kafsha prej atyre kafshëve halal, domethënë lopa, delja, dhia, bollica e të ngjashme me to, jo kafshë haram, domethënë derë e të ngjashme. Kjo e para tjetë pastaj e bler ose personale, mos jetë e vjedhur, ke parasysh këto, mos jetë ngordhsin, e ngordhur, tjetë personi i cili e therr tjetë ose musliman, ose hebrej, ose i krishter, sipas traditave hebreja dhe të krishterë. Therrët në emër të Allahut, pra me bismillah, mos therrët për idhujt. Këto janë disa prej kushteve që për momentin po më kujtohen. Domethënë ai personi që e therr, tham të jetë musliman, të konsiderohet prej muslimanëve, e jo vetëm me emër musliman e me veprat e tij më konë qafir, Allah i na ruajt. Nëse gjithsesi këto janë pak a shumë kushte që duhet mi plotësu një kafshë.